Përshëndetje të nderuar miq, përshëndetje të dashur ndjekës, ja ku po vazhdojmë të takohemi në kanalin Monitor TV, duke sjellur pranë jush ngjarjet më të fundit dhe njëkohësisht reagimet, të cilat po ndodhin për banorët në shtëpinë e Big Brother, por edhe ato jashtë tyre. Në sfidën nga vllau i madh, banorët kanë përjetuar emocione të ndryshme. Kush ka përjetuar fëmijët brenda shtëpisë dhe nuk ka mundur që as t'i takon, por njëkohësisht as edhe t'u flet, siç ishte rasti i Gertës, e cila e ka vuajtur pafund dhe ka qarë sot me dënes, pasi që ato të dy çunat që Gerta po i kërkonte me pafund në shtëpinë e Big Brotherit, dy fëmijët e vet, sot ishin jashtë në obor dhe Gerta po i shikonte nga televizori dhe nuk mundi dot që t'i përqafon vetëm shkakut që mos e thyej rregullin e 50.000 eurove. Ndërsa në anën tjetër, Danja ka marrur një mesazh nga Besa dhe nipi i saj, e cila ka përjetuar lote dhe emocione shumë të rënda brenda asaj shtëpie, por njëkohësisht edhe Rozana ka përjetuar hyrjen e nipit të saj që nuk e takoi dot, por të paktën e ndjeu aromën dhe ndjeu afërsinë e tij brenda në shtëpi. Pjesë e sfidës së mos reagimeve ishte edhe Xheneta Fetau, një banore shumë e komentuar, një banore e Big Brotherit Kosovës, është shumë e përfolur për marrëdhënien që ka patur me Gjestin, por njëkohësisht edhe e pozicionuar në këndin e opinionistes në trotuar për të dhënë mendimet dhe për të dhënë deklaratat e saj të fuqishme për Gjestin, deklarata që besoj që Xheneta Fetau do t'u qëndroj ballë në momentin kur Gjesti do të del nga shtëpia dhe do të shikon realitetin se çfarë ka ndodhur me të. Pasi që hyrja e saj në shtëpinë e Big Brotherit u komentua shumë, pati shumë komente të ndryshme për hyrjen e saj, për mos respektimin që Gjesti ja bëri, për kungjat që Gjesti ja hudhte me fjalë, duke u munduar që nëpërmjet Rozanës të denigroj imazhin e saj dhe në fakt disa e quajtën hyrjen e saj vetëm për klikime, vetëm për interesat personale të Xhenetës, ku nëpërmjet Gjestit ajo përfiton në famë dhe përfiton në dukshëm në ndjeshmërinë e tij. Për shembull, banorët e tjerë të Big Brotherit nuk është se kanë qenë të ftuar në panele të ndryshme në Top Channel për të folur për Gjestin, ka qenë i ftuar Leo dhe Lela. Leo është banori i cili e çoi në nominim kokë më kokë me Drilonin, nuk ka qenë Driloni i ftuar i cili dërgoi dron për Gjestin në Big Brother, domethënë reagimet kanë qenë të ndryshme të shumta, por gjithsesi Xheneta Fetau ka reaguar në Instagramin e saj pas të gjitha fjalëve që janë thënë. Xheneta thot: "Cilin nga ata që pam në story ta besojmë", thot. Për të gjitha ata që po spekulojnë mbi minutat e mi brenda shtëpisë së Big Brother VIP, dua të sqaroj qëllimin e vërtet pse pranova të bëhem pjesë e sfidës së mos reagimit. Unë nuk u futa as se më ka marrë malli për atë njeri, e aq më pak për ribashkimin me të. Thjesht për të dëshmuar se njerëzit si ai nuk kanë guxim për t'i thënë gjërat në sy, por japin prapa shpinës disa versione. Gjithçka bashkë është e kaluar, në jetën time private kam vazhduar e shkëputur nga Bigu me të gjitha ndodhitë e tij, do ta kuptoni shumë shpejt. Domethënë Xheneta thotë që unë jam shkëputur nga Bigua, në fund të ditës Xheneta merret çdo ditë me Big Brother dhe merret çdo ditë me lojën e Gjestit, me formën se si Gjesti po e tregon lojën dhe me natyrën se si Gjesti mundohet që të bën lojën interesante. Por gjithsesi dua të marr mendimin tuaj si e komentoni ju këtë ngjarje. Xheneta vazhdon të thotë që unë hyra vetëm e vetëm për të nxjerrë fytyrën e tij, por unë mendoj që Xheneta ka hyrë në Big Brother për faktin sepse Top Channel dëshironte që të arrije këtë qëllim, 20 milion shikime vetëm për faktin kur Xheneta ka qenë brenda asaj shtëpie. Domethënë është një bashkëpunim që tashmë Xheneta ka me Top Channel. Në qoftë se Xheneta nuk do të jetë pjesë e këtij formati këtë vit në Big Brother, jam shumë i bindur që do të jetë pjesë e formatit vitit të ardhshëm në Big Brother, pasi që kureshtja do të jetë shumë më e madhe e Gjestit me Xhenetën në momentin kur Gjesti do të del nga shtëpia, se si do të qasen ato, a do të vazhdojë lidhja e tyre, a do të ketë diçka më shumë, apo do të mbeten thjesht një pikpyetje e madhe. Ne do takohemi sërish së bashku, dua të marr mendimin tuaj për qëndrimin e Xhenetës dhe marrëdhënies së krijuar.